Përshëndetje nga sofra shqiptare. Përsëri sonte jemi së bashku për një syfyr tjetër tradicional. Do përgatis boçe mantija. Bushjen sonte do e bëj me mish të bluar dhe me gjizë, kurse ju mund të bëni me çfarë do lloje mbushjesh. Besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Ashtu si herave tjera dhe kësaj here në fillim do e përgatis mbushjen. Zakonisht unë kur përgatis bruma, në fillim ja përgatis mbushjen. Këtu unë kam 2 qeft mesatare të ngrira në rende, të cilave do ju hedhi vaj, rreth 70-80 ml, dhe do i fërgoj në temperaturë mesatare, duke i përzir vazhdimisht derisa qepët të marrin një ngjyrë kafe të hapur. Pasi qepët kanë fitu ngjyrën kafe të hapur, atëherë ja hedhim mishin. Këtu kam 500 gram mish të bluar, mish lope. Mund të përdorni edhe mish viçi, varet nga dëshira juaj. Tash i përzi qepë dhe mishin që të bëhen bashk. Pasi mishi dhe qepët kanë filluar që të bëhen bashk, atëherë i hedhim vegi. Këtu kam një lugë të mesme, ju mund t'i hedhni sipas dëshirës, mund ta provoni. Dhe një lugë gjelle me biber të kuq. E përzi mirë dhe mishin e lajm që të përgohet derisa t'i largohet ngjyra e kuqe. Mishin dhe qepët i kam fërgu dikon rreth 10 minutave. Tash do ju hedhi rreth 200-250 ml ujë të ftohtë ose nxehtë, varet se si e hani, dhe kështu në temperaturë mes tortës dhe të lartës e lën që mishi të zihet, duke përzir her pas here derisa t'i shterret uji. Tash uji ju ka shterur mishit mjaftueshëm, e largojmë nga zjarri dhe fillojmë me përgatitjen e brumit të boçe mantijave. Në njërin më të madhe e hedhim një gotë qumsh të vakët, gota 200 ml, një gotë me ujë të vakët, gjithashtu gota 200 ml, një lugë gjelle me sheqer, dhe një lugë gjelle me maja buke. Përgatitja është e thjeshtë dhe bëhen shumë të mira. Besoj se kanë ju pëlqyer kur ta shihni videon. E aktivizojmë pak majën e bukës, kështu e përzim rreth 1 minuti. Dhe tash fillojmë që ta hedhim millin, një herë hedhim 1 pjesë të millit. Dhe më pas ja shtojmë një lugë gjelle me krip. Në fillim brumin ose masën, si t'i themi, do e punojmë vetëm me lugë. Kur masa fillon trashet, atëherë do e punojmë brumin me dorë. Gjithsej na nevojitën rreth 900 gram miell. Varet nga masia e gotave, siç e hedhni ujin dhe qumshtin. Tash e punojmë brumin me dorë, ja shtoj millin. Duhet na dal një brum mesatarisht i trash, jo i butë, as shumë i fortë. Pasi e kemi punu mirë brumin, siç e shihni, ka dal një brum mesatarisht i trash. Atëherë, enën në të cilën ndodhet brumi e mbuloj me një foli najloni dhe e lëm për 50 minuta në ambient dhume, që masa e brumit dyfishohet. Tash masa e brumit është dyfishu, pas 50 minutave ja largojmë folinë e najlonit dhe brumin e kalojmë tavolinën e punës, mirë po hedhim miell në fillim. Na ka dal një brum shumë i mirë, që shihni.
Tash brumin do e ndoj në kuleç të vogël, gjithsej unë do e ndoj në 24 kuleç, sa më të vogël t'jenë kuleçt, aq më të mira do dalin boqemantia. Pasi që brumin e kemi ndarë në 24 pjesë, atëherë se cilës pjesë fillojmë që t'i japim formën e rumbullakët dhe të lëmuar. Pasi që shifni janë sa një kuleç të baklavës, janë në një masi me kuleç të baklavës, sepse sa më të vogla aq më të mira do dalin boqemantijat. Pra kjo ka qenë mënyra tradicionale se si kanë përgatitur si hyre gjyshët tona, nënat tona. Kanë qenë kohë më të vështira, më ranë ka qenë për mi përgatit si fyret më atë kohë se tash, mirë po kanë qenë gra shumë zoja dhe ja kanë dalur. Shto në mënyrë të njëjtë i japim gjithë format. Gjithë pjesëve të brumit i japim kështu formë të rumbullakët. Pasi gjithë kuleçve u kemi dhënë formën e rumbullakët, atëherë filloj me hapjen e tyre. Pra unë do i hap nga 2 pejtë për një herë, kurse ju mund të bëni hapje një herë të njërës pastaj tjetrës. Në fillim edhe unë i hap një herë njërën, një herë tjetrën, me një masi rreth 15 cm dhe më pastaj do i hapi të dyja paralel që mos ngjiten, sikurse baklava. Mënyra e hapjes shkon njëjtë sikurse baklava, vetëm se këto i hapi me miell, kurse baklava hapet me një sheste. Besoj është mjaftueshëm, hapim dhe pejtën tjetër në atë masi. Pra si që shifni nga ka dalë një brum shumë i mirë, sepse shkon lehtë për t'u hapur. Bëhen të shkrifta, pasi është brumi i mirë. Dhe tash i bashkojmë, hedhim miell të njëra pejtë, vendosim pejtën tjetër dhe fillojmë që t'i hapim paralel, duke i rrokullisur vazhdimisht që mos ngjiten dhe duke ju hedhur miell. Përsëri në mes i hedhim miell. Dhe tash do fillojmë që të bëjmë rrokullisjen e të dyjave. Pra të gjithë ju që keni përgatit baklavë, e dini se si shkon hapja e pejtave, në atë mënyrë do veproni. Ja, pra nuk ngjiten. Përsëri i bojmë bashkë të 2 pejtat, i hapim me të 2 duart me anë shkoput për gatim. Dhe tash bëjmë sjelljen, rrokullisjen. Mundohemi që të shkojnë në mënyrë rrethore gjatë hapjes së pejtave. Në mënyrë rrethore nga të gjitha anët i sjellim pejtat dhe kështu ato të dyja do bëhen të rumbullakta, në qoftë se i hapim veç në një drejtim, atëherë ato do të bëhen si të gjata. E hapim në një masi rreth 35 cm-ve. Edhe miellët e pejta tjetër. Pra si që shifni, nuk ngjiten, qofse i sjellim, domethënë, gjatë hapjes. Vetëm edhe pak na duhet që të bëjmë hapjen.
Besoj se janë mjaftueshëm. Kemi hap në një masi rreth 35 cm. Tash marrim njërën petë dhe rrokollisim në shkopin përgatim, kurse petën tjetër do e lyjm. Pastaj do ja vendosim petën e parë, e dytë faktikisht, kjo është peta e parë, do e lyjm tash. Unë këtu kam hedhur 100 gram gjalp dhe 150 ml vaj dhe i kam bërë bashk, do me thënë i kam shkri, se ti përgatis vetëm me gjalp, pas janë me mish, do dalin pak si të rënda, kështu i kam përzi të dyjat, besoj se më mirë do është kështu. Përhapim pak me dorë, sa kena mundësi, gjalpin dhe vajin. Ja vendosmi petën e dytë, edhe petën e dytë do e li me gjalp dhe me vaj. Te ju mund të shkojnë më shumë gjalp dhe vaj, varësisht se sa i hedhni. Tash e bëjmë palosjen, njëherë marrim një rënon, pra palosjen do e bëni ashtu si që shihni në video, pra në formën e një boqe. Dhe këtu do e vendosim mbushjen në mes. Vendosim dhe mbushjen në mes, ju mund t'i hedhni mish sipas dëshirës, varet se sa e keni qef të mbushur. Mesatarisht do jetë më mirë t'i hedhni, se jam duke i hedhur dhe tash. Besoj se është mjaftueshëm. Tash bëjmë palosjen nga ana e tretë, i hedhim pak gjalp dhe vaj, nga ana e katër, përsëri hedhim gjalp dhe vaj. Tash e bëjmë në këtë mënyrë, pra në formë të boqës, si që shihni. Dhe boqemantia është gati për ta vendosur në tepsi. Unë kam zgjedh kështu një tepsi në formë të drejtkënaqit, sepse më mirë do bëhet renditja e tyre. Ju kam vendosur tepsinën si kam vendosur një letër për pjekje, qofse doni ju mund të ta lyni dhe me vaj, por mos me qit shumë punë, kështu e kam vendosur letrën për pjekje, do e vendosi kështu, si që shihni më lehtë do të renditen dhe boqemantia tjera në tepsin drejtkënaqe sa në tepsin rrethore. Filloj me hapjen e petave të dyta. Mënyra e hapjes është e njëjtë si kurse hapja e petave të para, do me thënë një herë i hapim kuleçt në masi rreth 15 cm, si që kam cekur, ju mund të bëni hapjen, do me thënë të një nga një të gjithave, por që të shkoj më lehtë mënyra e gatimit, do i hapi të dyja paralel. Mu nuk më vjen vështirë, për ato të cilët nuk mundën që t'i hapin të dyjat për një herë, mund t'a hapin një herë një petë, pastaj petën tjetër. Bëjmë edhe petën e dytë në masi rreth 15 cm. Besoj se mjaftueshëm është. Tash ju hedhim mirë në mes, filloj me hapje. Largojmë petën e dytë, hedhim miell tek peta e parë. Pra miell në nevojitët pothuaj gati se sa kam bërë zërjen e brumit, aq miell dhe shkon dhe për hapjen e tyre. Dhe tash filloj me hapjen duke i rrokollis kështu në shkopin përgatim.
Vazhdimisht bëjmë sjelljen e petave që mos ngjiten, ju hedhim miell kur të ketë nevojë. Pra i hapim në masi rreth 35 cm. Gjatë hapjes mundohemi që petat të dalin në mënyrë rrethore, sepse më lehtë më pas do bëhet palosja e tyre në fund të boqëve. Vetëm edhe pak na nevojitet. Kështu në mënyrë të njëjtë veprojna me gjithë kuleç, duke i hapur në këtë masi. Jemi dhe në fund të përgatitjes së boçemantijave. 3 boçemantija i kam bërë me gjizë, sepse mu më pëlqejnë shumë me gjizë, pra edhe në këtë dhe të kjo bëjmë mënyrën e palosjes si atyre tjerave si i bënën, do me thënë atyre me mish, palosim nga ana tretë, e 4, i hedhim gjalpë dhe vaj. Tash e bëjmë palosjen në formë të boçës dhe e vendosim në tepsi. E vendosim dhe boçemantinë e fundit në tepsi, si që ceka, këto 3 pjesë të boçemantijës janë me gjizë, kurse këto tjerat janë me mish dhe me qep blume, do me thonë. Tash vetëm ju hedhim ka pak gjalpë dhe vaj, pjesës sipërme. Kanë dalë shumë të mira, si që shifën. Vetëm tash i lim pjesën e sipërme dhe boçemantijit i fusim në furrë. Gjatë përgatitjes e kam nxjerrë furrën në 250 gradë. Dijat i kam futur në furrë nxehtë 250 gradë për 10 minuta dhe më pas e uli temperaturën në 220 rreth 15 minutave. Tepsinjen e kemi largu nga furra, duken shumë të mira, ka një aromë shumë të mirë. Spërkasim vetëm pak me ujë që të zbuten. I tash i mbuloj me një tepsi dhe i lajmë kështu që të ftohen dhe më pas janë gati për konsumim. Boçemantijat janë gati. Mund t'i konsumojmë, ta prejmë dhe një dhe ta shifni se si ka dalur. Besoj se kanë ju pëlqyer. Duken shumë të shijshme. Të gjithë ju që e shikuat videon, ju faleminderit. Një agjerim të lehtë.